Në përgjithësi, po të gjithë subjektet e strukturës posaçme të cilët janë në nënhetim, në përgjithësi deri te brezi i tretë u sekuestrohen pasuritë, jo konfiskohen, ju bllokohen, pra vendoset një masë sekuestro. Është një masë paraprake. Pastaj, për sa i përket marrëdhënies këtyre vlerave të cilat bën pak përshtypje 40 milionësh, sepse këta ecin me vlerën e tregut, por ndoshta këto nuk kanë atë vlerë të cilën mund të thuhet, por që ngjelet për të bërë analiza financiare e të gjithë këtyre elementeve. Shikoni, nëse marrim për shembull një biznesmen, nuk e di, Ermal Beqirin, po marrim këtu. Nëse ky subjekt i cili ka konkuruar dhe ka fituar 2 tendra, 5 tendra, 6 tendra, norma mënyrën X vlerë pasurore, më fjalë shuma monetare që mund të ketë marrë në ai tender, normalisht ai ka edhe pjesën e tij të fitimit, e cilën normalisht është pjesë e fitimit të kompanisë. Pra, po ti hysh në pjesës analizës, këtu do të duket më prapa se cila është pjesa se si do të vazhdoj forma e hetimit të këtyre pasurive. Okej, po mori Ermal Beqiri që ishte biznesmen, po ngelemi tek ish drejtoresha Akshit apo të Rgysa Gasi? Shikom, unë po ja u them, ngelet për të parë, nuk kemi një listë, kemi vetëm të dhëna